Mbani hurma kaki në shtëpi dhe I konsumoni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto probleme. Shpeshherë janë quajtur gjithashtu si pema e paqes për shkak të mbijetesës në kushte të vështira. Pema e 7 virtyteve ose ushqimi perëndive, me pak fjalë hurma është me të vërtetë një nga frutat më të mirë që ngjall misticitet dhe gjithashtu një shije të veçantë për konsum. Në këtë video, sipas Webme, do të rendisim disa nga vlerat kryesore që do të merrni nga konsumi I hurmave ose kakive me far të zezë në dietën tuaj të rregullt. Sipas ekspertëve, ato do të ndihmojnë gjithashtu edhe në sistemin tuaj tretës. Hurmat kanë aftësi shumë më të mira laksative dhe ndihmojnë gjithashtu në tretje për shkak të përmbajtjes së lartë të tyre të fibrave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por, nëse ato konsumohen të papjekura mirë, pra të pasura me tanine, ato janë të dëmshme dhe mund të dëmtojnë në këtë proces. Nëse konsumohen të pjekura mirë, ato do të jenë një recetë mjaft e mirë efektive edhe për rastet e konstipacionit. Hurmat, sipas ekspertëve, forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për organizmin. Hurmat janë të pasura me vitaminën C, e cila njihet për vetitë e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të lartë të ujit, sheqerit, vitaminave dhe mineraleve. Sasia e lartë e karbohidrateve të hurmat I bën ato të dobishme në përfitimet e energjisë së nevojshme për organizmin. Hurmat, farëzeza ose kakit janë një zgjidhje shumë e mirë në rastin kundër problemeve të anemisë. Në fakt, ekspertët tregojnë se hurmat mund të stimulojnë prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut, si dhe prodhimin e hemoglobinës në saj të shtimit të përthithjes së ekurt në zor përmes ushqimit, duke çuar kështu në përmirësimin e shkallës së anemisë. Hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë kundër lodhjes, stresit dhe problemeve kardiovaskulare. Është parë se hurmat kanë efekte pozitive në përmirësimin e lodhjes dhe stresit tuaj psikologjik. Rrjedhimisht si pasojë e efekteve të tilla pozitive, mendohet se ato ndihmojnë në përmirësimin e problemeve kardiovaskulare, në të cilat njihet se janë një nga faktorët shkaktar kryesor është edhe stresi. Reduktimi I tij ka çuar në reduktimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Hurmat janë një frut I pasur me sheqer akri pra minerale, vitaminën A, B dhe C, si gjithashtu përmbajnë edhe aminoacide të rëndësishme. Që t'i shndroni menjëherë ato në dietën tuaj, konsumojeni edhe të kombinuara me produkte të ndryshme siç është edhe ëmbëlsira. Hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë për të mbrojtur organizmin, gjithashtu edhe për të mbajtur larg komplikacionet e tyre. Hurma kaki është plot me vitamina dhe minerale, prandaj ekspertët sugjerojnë konsumin e tyre në mënyrë të rregullt. Njerëzit në Azi e kanë konsumuar për më shumë se 2000 vite dhe duket se është në formën e domates. Hurma kaki është e pasur me vitaminën A, C dhe gjithashtu përmban minerale të rëndësishme siç është ekuri, kalciumi dhe kaliumi. Është një burim I pasur I fibrave dhe antioksidantëve dhe mund të ndihmojë në forcimin e imunitetit. Për afërsisht 100 gram e këtij fruti do të ofrojë rreth 70 kalori. Mund ta hani I freskët, I thatë ose I gatuar. Nëse e konsumoni të gjithë frutin, do të ishte e këshillueshme të qëroni lëkurën përpara se ta konsumoni, sepse përmban sasi të madhe të tanineve. Ky përbërës mund të ngadalësojë përthithjen e elementeve të tjerë të dobishëm të tyre. Mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi mund të rrisë edhe rrezikun e diarres. Do të ishte më mirë t'i konsumoni pas një vakti. Një ide e mirë është që të hiqni lëkurën e frutit, ta coptëzoni dhe ta vendosni në kos, ndërkohë që nëse nuk doni që bërthama të shkaktojnë probleme me tretin ose me dhëmbët, qërojeni dhe largoheni përpara se t'i shtoni në dietën tuaj. Të mirat terapeutike dhe benefitet e hurmave janë të shumta për shëndetin, gjithashtu edhe për organizmin. Këto fruta të ëmbla prodhohen nga pema e kakis, emri shkencor I të cilës është Diosporis kaki, ndërsa ato janë me origjinë gjithashtu edhe nga Azia. Pikërisht në këtë kontinent aziatik, disa prej këtyre pemëve arritën të mbjetojnë gjithashtu edhe në kushtet më të vështira. Por cilat janë vlerat dhe përfitimet kryesore shëndetësore që do të merrni nga konsumi I tyre? Tepër të pasura me element ushqyes, ato mund t'japin edhe element më të mirë në mbrojtjen e shëndetit tuaj.
Hurmat kake kanë fuqi të përmirësojnë gjithashtu nivelet tuaja të energjisë. Hurma ndër të tjera përmbajnë në nivele të larta të ujit, rreth 80% e frutit është i përbërë nga uji, por edhe fibra, vitaminën A, vitaminën C, kripra minerale si potasi, kalciumi dhe kaliumi. Gjithashtu ato do të përmbajnë në nivele të mira të magnezit, fosforit, selenit dhe sodiumit. Falë përmbajtjes së këtyre substancave, hurma do t'i japi më shumë energji organizmit tuaj. Hurmat janë një frut shumë i mirë që mund të shtohet në dietën tuaj edhe kundër komplikacioneve të sistemit tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, hurmat ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit pra sistemit imunitar. Trupi është në gjendje të mbrohet shumë më mirë nga bakteriet me konsumin e këtij fruti. Hurmat janë një produkt fantastik në rigjenerimin e shëndetit tuaj, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Falë përmbajtjes së vitaminës C, hurmat ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit pra të sistemit imunitar të trupit të gjendje të mbrohet edhe më mirë nga bakteriet e ndryshme. Hurmat janë një frut shumë i mirë edhe në përmirësimin e tretjes dhe lehtësimin e problemeve të lodhjes. Hurmat ndihmojnë me tretjen, luftojnë lodhjen dhe janë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë përballë shqetësimeve që lidhen me aparatin tretës dhe zorët. Ndaj është të mirë që t'i përfshini ato në dietën tuaj fal elementeve të tyre laksative. Fal përmbajtjes së lartë të fibrave, por nëse konsumohen të papjekura, janë të dëmshme për organizmin. Hurmat kanë efekte të mira diuretike. Ndër të tjera, hurmat kanë efekte diuretike, kjo për shkak të përmbajtjes së mirë të kaliumit. Prandaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer në këtë aspekt. Ato luftojnë stresin, gjithashtu edhe lodhjen dhe mungesën e ureksit. Këto fruta luftojnë stresin psikofizik, lodhjen dhe problemet kronike të humbjes së ureksit. Ato parandalojnë problemet kardiovaskulare dhe përmirësojnë edhe absorbimin e hekurit në organizëm. Hurmat ndihmojnë në parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Këto fruta madje mund të përmirësojnë edhe absorbimin e hekurit në organizmin tuaj. Hurmat mbrojnë gjithashtu edhe organet e ndryshme. Hurmat mbrojnë organet e ndryshme janë në fakt të mira për mbrojtjen e shëndetit të shpretkës, pankreasit, gjithashtu edhe të stomakut, të zorëve dhe përveç rregullimeve të ndryshme të mëlçisë, farat e hurmës kanë gjetur përdorime të mira edhe kundër dhimbjeve të forta të barkut. Për këtë këshillohen të merren rreth 20 deri në 30 gram frut pas ushqimit kryesor. Gjithashtu ato do t'japin rezultate fantastike edhe kundër problemeve të mungesës së hekurit në organizëm. Një nga problemet që mund të mbahen në kontroll me konsumin e këtij fruti është edhe mungesa e hekurit, i cili është shumë i rëndësishëm edhe në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Konsumi i hurmave të freskëta gjatë kësaj periudhe mund të jetë një aleat shumë i mirë i shëndetit kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë hurmën kaki si një zgjidhje të mirë në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të mundshme. Cilësohet si një nga frutat më të mirë që mund të konsumohen në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Ato do të rrisin energjinë e trupit dhe do të mbajnë larg komplikacionet. Falë sasive të mira të sheqerit që përmbajnë, hurma është një frut shumë i mbushur me energji dhe për 100 gram frut do të siguroni 65 deri në 70 kalori. Nuk është e përshtatshme për ata që ndjekin një dietë me kalori të ulta, megjithatë është shumë e dobishme në luftën kundër lodhjes fizike dhe mendore, gjithashtu edhe tipike të këtij sezoni. Pikërisht për shkak të marrjes së energjisë, konsumi i rekomanduar është që të praktikohet vazhdimisht në dietën tuaj, sidomos para stërvitjeve, duke siguruar më shumë energji. E pasur me fibra, hurma është një laksative natyrale edhe elementve të pranishëm në tulin e saj. Duke vepruar drejt për së drejti në mëlçi dhe në zorë, ky frut është veçanërisht i përshtatshëm për çrregullime të mëlçisë. Përveç kësaj, hurma është në gjendje të neutralizojë edhe aciditetin e lëngjeve gastrike në stomak, si dhe të përmirësojë shëndetin tuaj në mënyrë të rregullt. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.